Anzi, gjykota dhe kushtetuta e ka përcaktu kujt i takon kuvendi. S'ka kompromis. Kryetori i takon partisë fituese dhe 3 nën kryetor partisë fituese, 1 dhe LDK-s PD-s në këtë rast. Po nuk ka hapësirë këtu për marrëveshje për shkak për qeveri po për kuvend tani më është e përcaktuar kujt i takojnë edhe besoj që po veç është shumë e rëndësi që po mënej nuk po theksohet mjaftueshëm këtu që LDK-ja, PD-ja përfshi dhe subjekte tjera, po ja refuzojnë të drejtën me votu, që ajo është antikushtetuese, për shkak se drejta për me formu një komision, ata për thonë deputetëve të tjerë mos merr një pjesë. Që kjo është antikushtetuese, për shkak se edhe aktgjykimi e thotë që duhet me votu pro kundër ose me abstenu. Pse nëse na e kanë ofruar si alternativë, na nuk e dim se a votohet ose ai merr votat Albulena apo jo, po megjithatë ne kanë thonë si alternativë ta bëjnë me votimin e fshehtë, ta dënojnë të drejtën deputetëve vetë me marr pjesë në votim. A i keni dërgu pra momentet kushtetuese? Jo për shkak se është bo pyetje, çfarë ju e dini që koni gjykim gjykatës që thotë na sjena këtu trup këshillvënës. Po ta shohim, po ata i kanë dërgu komentet e veta, e kanë dërgu kërkesën e tyre që thot vendimin për mosvotim, që unë se di që ka pos vendim për mosvotim, po megjithatë u mendoj që gjykata kushtetuese mor parasysh rrethonat rëndësisë së lartë që gjendemi, mendoj që duhet të dhënë përgjigje sa më shpejt. Edhe për këto, edhe për rastin tonë që e kemi dërgu për vjedhjen e votave me poshtë nga LDK-ja. Po, ata shpjegoj, shumë mirë, faleminderit. Po pyetja është çysh mundi edhe me u anku që LDK-ja ka vjedhë vota me post, edhe njëkohësisht me i kërku koalicion. Dëgjoj, ata njerëz janë përgjegjës për vjedhjen e votave me post, duhet me shku në burg. Na s'kemi thonë që kur bëhet LDK-ja me neve, që ta njerëz me i kërku prokurorisë së gjykatave mos i dënoni. Ata njerëz, po besoj kemi ofruar dëshmi të mjaftueshme, mundi po edhe postimet që i kanë bënë, ku ka dëshmi të mjaftueshme që LDK-ja